Nëse atëhere ajo kutia ishte personazhi kryesor i shtëpisë, i familjes, i rrethit shoqëror i lokalit, sot i përshtatemi një tjetër audiencë, që është një audiencë që ka attention spamin, i themi në anglisht, vëmendjen, aftësinë. më thënë, jo thjesht vëmendjen, po momentumin e vëmendjes, pra shumë i shkurtër sa. Ne duam një gjë shumë, sepse jemi mësuar të kemi celularin në dorë dhe gjithë informacionet na vi aty, le të na vi me një diversitet dhe një ritëm shumë më të lartë, gjë që gati besoj që është edhe problematike për trurin e njeriut, sepse nuk është mësuar të ketë një ritëm të tillë dhe nuk është mësuar të ketë një ndrim frekuence, emocioni, informacioni të jashtëzakonshëm, sepse çfarë ndodh sot është që ti këtu ke një aksident, këtu ke një gocë të bukur, këtu ke një politikan, këtu do të thënë çfarë të ndryshon në çdo moment për trurin është bërë gati shumë konfuze.